Me të vërtet, për të qukuar dhe për të parë se si ka ndodhur një veprim i tillë. Tani, siç e dini ju dhe ne të gjithë, që Ministria e Bujqësisë i ka analizuar dhe i ka komentuar të gjitha këto që ju përmendët, por në veçanti unë dhe ato kanë vendosur, dohon diçka që prej ardhe këtyre në vendet që janë të regjistruar dhe si kanë arritur të përdoren tek këto kulturat. Pra unë sonte duhet t'ju them që shoqata jonë, shoqata Fata, që mban një peshë të madhe tek mbrojtja e bimëve, e cila këto tregtarët importojnë nga vendet e ndryshme të Europës, pesticide të regjistruara. Kuptohet që ta shpjegojnë, pesticidet e regjistruara janë në territorin e Shqipërisë, nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë, të gjithë këto tregtarët kanë regjistruar produktet e tyre bujqësore, që janë pesticidet që quhen PMB, janë dhe plerat kimike. Unë e them me bindje të plotë që të gjithë këto tregtarë që janë në fushën e bujqësisë në territor që përfaqësojnë Shqipërinë, janë të regjistruara mbas të rregullit që ka vendosur Ministria e Bujqësisë.